Deklarimi i pasurisë nga ana e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, i cili ka raportuar vetëm 16 euro në xhirollogarinë e tij bankare, ka nxitur reagime dhe komente të shumta në mesin e qytetarëve. Menjëherë pasi doli lajmi, ka nis reagimet dhe ironitë e qytetarëve në rrjetet sociale. Qytetarët shkruanin për matematikën magjike të Albin Kurtit, ku qiraja rritet dhe kursimet zhduken. Derisa disa shkruanin që po mendojnë me ai pensionin sepse ato nuk mjaftojnë as për kafe, kishte të atill që propozonin të nis aksione për mbledhjen e të hollave për Kurtin. Disa pyetnin se si do të kaloj ai natën dhe muajin, e disa të tjerë publikonin fotografi me deputetin dhe ish zëvendës ministrin e infrastrukturës Hysen Durmishi, të cilit i kërkonte para. Në fotografi tjera shihej ai duke luajtur bixhos e duke kërkuar para, derisa shkruhej për banesën në Oslo në vlerë 530.000 euro. Ndërkohë, qytetarët kanë shprehur mosbesim dhe skepticizëm lidhur me këtë deklarim, duke e cilësuar atë si jo bindës dhe larg realitetit ekonomik. Ata e konsiderojnë këtë si një lojë dhe tallje të kryeministrit me popullin. Përgjithsisht ajo përfshihet që është deklarim jo i sinqert. Për ata edhe kemi, siç më thonë, një pakënaqësi e gjithëve. Ne që jemi pensionist, mirë po në momentin kur e pom deklarimin e tina, na u të bumë, thamë hajde t'ja të bojmë edhe 100 euro bini si pensionist, edhe ta nxjerrim prej krize. Gjenabre, qysh ashtu ministri? Kryeministri 16 euro. A si ka almora? Me thonë. Jo, Allah, unë pensioner jam edhe s'po më dolin 200 euro. Me pi qaj, kafe, me dal pak. E me 16 euro, aj, s'di qysh. S'është aja fjallë me folë, as me një, as në media. Se mas meja ka mund që në është aja deklarim që ka thonë se në njëri thjesht mund me posë dhe ma shumë se ju se Albin Kurti mund me posë 10 fishën e qasoj që ka ha 20 fishën me 1.000 jenë. Pa edhe që ka bu hajgore, se ju diqka që me thonë po ka bu hajgore me qytetarë, me lejë dhe kur gjë tjetër. Se në njëri që merë sociali dhe ko ma shumë në kënd të pore se so ka thonë ajo.